Mua o Gerda Manastirliu më kujton është një si thua është një video e vjetër kur ishte funksionare e Bashkisë Tiranës dhe ngrihet dhe jep Edi Ramës, kemi bërë një dhuratë thot nga stafi yt me fjalë. Pra kjo si thua si them funksionarja e thjeshtë e cila është aty për t'i bërë qefin kryetarit dhe mua më duket se në këtë pozitë ajo ka bërë karrierë politike, ministri pas ministrie, e tashmë kandidohet edhe për të drejtuar qytetin. Dhe kjo praktikisht tregon njerëzit që mban rreth vetes Edi Rama. Ja, prototipi i njerëzit që si thosh se nxjerr qime nga qulli, nuk është për asnjë gjë. Është o Gerda Manastirliu dhe ai e ka vendosur që të drejtojë kryeqytetin e vendit. Me fjalë duke parë edhe atë që ishte Erion Velia, si thua, që dukej sikur nga pozita e kryetarit bashkisë deri diku mund ta sfidonte Disi Ramën për nga akumulimi i pushtetit dhe me radhë, ai vendos pikërisht një kandidate që e di që si tu mallëngjehet kur ai ja jep detyrën me pak fjalë. Dhe është e vërtet shumë e dobët, po pa dyshim që Edi Rama s'ka për ta lejuar të dalë në debat me kandidatin ton. Megjithatë është një rast i artë mendoj unë për lëvizjen bashkë që të rikonfirmoj si thuash ose të rikonfirmohet si alternativa e vetme e vërtet për qytetin e Tiranës